Mirëmëngjesi, tash do të shikuar të ekranin e dëgjues të Radio Slanën 92.9 në FM. Ju përshëndesim të gjithë në këtë mëngjes, i cili ka gdhyer goxha mirë, me shumë pak re në qiell, domethënë me re që duken më tepër si një pikturë se sa re për vërtetë, por sot parashikohet që jetë një mod pak a shumë i tillë mes fjellimeve dhe kalimit të reve, mund të shtohen nga mazditja, ku mund të kemi edhe nënshtre nga të shpejt, kështu të vogël, kështu si pamendje. Edhe temperaturat sot parashikohet të rriten me 1 grad, vetëm me 1 grad, gjithmonë krahasuar me ditët e djeshme. Të dashur miq, ne sot jemi e martë, data është 22 prill 2025, eksakte ora është 7 pa pak sekonda, dhe si çdo mëngjes tjetër, vijoni të dashur miq për të prenotuar sa më shpejt në 069 40 41 003. Ka dalë tema ndërkohë në ekran, po mund të dëgjoni ju që u thoni me kështu me makina ose keni radion hapur, një temë e cila sigurisht do argumenta, do dhe logjik, por mbi gjithçka do sinqeritet. Pse? Duhen 500.000 euro për të liruar nga burgu djalin tënd, i dënuar për pjesëmarrje në vrasje. Pyetja është, do përpiqesh të gjeje? Pra, është një situatë hipotetike. Çfarë do bëje në një rast të tillë? Shumë kujt mund t'i ketë ndodhur, duhen 500.000 euro për të liruar nga burgu djalin tënd, i dënuar për pjesëmarrje në vrasje. Do përpiqesh të gjeje? 069 40 41 003. Nxitoni miq për ta filluar këtë mëngjes dhe këtë ditë sigurisht me muzikën që duhet. Ne vijojmë të më shohim fort shpresës që muzika këtë tutje duhet shitur në farmaci. Duhet të krijohen farmacitë muzikore. Ha, mendojni, dëgjoni të këngë dhe pa diskutim të na jepni të drejtë. Vincero Perderojshe, kënga që sapo e ndoqët në këtë farmaci të mëngjesit. Okej, mirë shumë. Me telefonatën mëngjesi. Mëngjesi ato. Kush jeni nga Prishtinë? Jemi nga Klosi i Madh. Respekt, qerim si jeti, mirë? Mirë, sini. Po thuj vllai. Rendimi tim nuk do të jap asnjë lek. Asnjë lek? Jo. Për djalin tënd, e vlatin? Jo, fare. E sigurt? Po. Okej, tjedi. Mirë, falenderoj shumë. Provojmë tjetrën. Telefonata e mëngjesi. Apo e mbylli? Okej, mirë. Mirë, s'ka gjë. Ne këtu jemi dashur miq. 069 40 41 003. Ndërkohë vijojmë përsëri me muzikën e cila duhet shitur se s'bën në farmaci. Për shembull, një muzikë e tillë. Vijojmë me telefonatën e mëngjesi. Mëngjes, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Lola nga Tirana. Lola mi? Mirë, për tema. Aha. Po, ato 500.000 euro, Aldo. Aha. Ku do derdhe? Në dorë, dikujt. Ku do t'i paguash? Ta nxjerr personi nga burgu. Mirë, unë po të them ty që është një situatë. Jo, Aldo, jo. Më lër ta mbaroj një fjalë, ke bezdi? Fal. Jo, të lutem. Pra, bëj fjalë për një situatë hipotetike, nuk ka rëndësi, dikujt do japësh. Ta tregojmë mbi. Ta them veç kujt japësh. Tani, do përpiqesh të gjeje, është pyetja, pra mos u kapte bishti. Ka po të pyetja. Ja. Kur do ta bëja? E sigurt apo me që shumë e sigurt. Me që në radio. Jo. Por çafleta Alda. Një kriminal. Po jo, atje letri, biles të vritet. Kokë. Si unë ta thua, është shpirtbir? Ka dhe më shpirti dhe asaj nënës si i zhvrar. Jo. Nece, situata është hipotetike, pavarësisht. Përshëndes. Mirë, motor, shumë faleminderit. Provojmë tjetrën. Telefonata e mëngjesi. Mirë, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Nga Tërriku jam. Po, kush jeni juve? Se iti nga Tërriku. Po se i do? Unë do gjenjam 30.000 euro. 30? Do gjenjam 30.000 euro. Pagunjam që i mbirë mos dilte i gjallë në burgu. A kuptoj. Dhe në 30. Se do dënonja veten, se rrita një kriminal. E qartë. Pra ti nuk do e bëje. Në rregull. Falenderoj shumë vllai për telefonatën, të uroj gjithë të mirat. Telefonata e mëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Unë jam Ira, jetoj në Tiranë. Ira, si dukesh?
Po, mirë, faleminderit. Unë kam pas një rast konkret brenda familjes. Dhe të them me bindje është një dhimbje, është një dram shumë e madhe ajo që ndodh. Mos i raft kujt, spitali dhe burgu. Po do të përjashtoja vetëm këtë punën që juve thoni për punën e vrasjes. Do me thënë rasti konkret nuk ka qenë për vrasje, po ka qenë. E qartë dhe unë të them është një situatë hipotetike. Për situatën, po. Kam shitur shtëpi dhe katandi. Shtëpi dhe katandi, jo aq çmimin, po 100. Skanci. Po, dhe kam dalë jashtë me qera vetëm për të shpëtuar atë njëri të shpirtit dhe të zemrës time. I cili ka bërë krim? Jo krim. Po çfarë? Jo krim. Unë ta thash që në fillim, jo pjesëmarrje në krim. Në krimin ndoshta nuk do ta ndihmoja për krimin. Po, për këto që bën gjithë të rritë, ke parasysh. Droga gjona, ha? Pa. A e kuptoj. Pa, për çantën që mori, edhe që bëri këtë gabim, edhe kjo krim është? Krim nuk është vrasja, ma, është krim, është një gjest që bën të rritë. Këtë desha më thanë, që këtë unë e kam bërë, unë, konkretisht. Betohen. Unë vlerësoj shumë sinqeritetin, që është një gjë e para shumë e rrallë, sidomos kur dalin në radio në televizionin që edhe me kiqen më të shenjtë se papa. Po që po s'ka ndodhur tu, ka ndodhur jashtë, nuk ka ndodhur tu. Brenda për brenda. E marr vesh. Nëse lirove të thënë, pak a shumë. Ka shumë, jo, masi mbaroj dhe një pjesë. E bërë një pjesë, ja ke ullë dënimin. Bravo, jam përgjysmu. Se ashtu fare nuk ka. Qartë. Nuk varet. Okej. Mirë, motor, të falenderoj shumë. Gjithë mirë, Aldo. Gjithë mirë. Përshëndetje. Okej, gjithë mirë. Shupra, please, të sinqert. 069 20 41 003. Okej. Ora të dashur që eksakte është 7:19 minuta. Ku jeni? 069 20 41 003. Për momentin jemi me zotin Nika, ordroni. Mirëmëngjes, Aldo, përshëndetje, ditë mbar të gjithëve, jemi shumë mirë, mashallah. Me gjithë të viroza, gripe, obezitete që përqarkullojnë me thënë vërtetën, obezitetin e shifra alarmante me thënë vërtetën, me gjithë atë dita njësë dhe vazhdojnë me vrullë në kërë të java ka njësë të mira, dhe sigurisht me zëvën time, në fakt sigurisht kemi hedhur vezën e vjetër të pashës, duke zëvënsuar në vezën e si pas regullave, në fakt mirë është që ne ta hedhim ditën e sotshme që është e vërteta, në një lumë lanë e më feta, sigurisht që atë vezën e ka marri rjedha ujë, thoshin pleqët e vjetër, që dhe jeta jonë të jetë e tillë si një lumë pa ndërprerje dhe pa pengesa, gjithashtu po. Me thënë të vërtetë do të shkojmë më njëherë pa humbur kohë në një çift është e vërtetë, që kanë debatuar gjatë keq ditën e djeshme dhe bashkëshortja i ka kërkuar divorcin bashkëshortit, sepse në fakt për gati një 2 muaj që i thoshta, o burr, hajde marrim fëmijë, shkojmë ke shtëpia Durrësit. Kish një blerë për 5 vjetësh në grasë një e vogël në Durrës, pa, një 22 metra katro, Dhe në fakt, ky i thoshte, jo pa ndë, jo po këtë, jo po kam punë. Si përfundim kjo merr vesh që në fakt shtëpia në Durrës ishte shitur të dashur, miq, nuk dinte asgjë, bashkëshorti nga varësia ndaj pokerit, në fakt prej një muaj e kishte shitur të shtëpi pa dijenin e bashkëshortit kur e ka marrë vesh, i ka rënë kokës me grushta që është vërtet gjithë kustimet ky i kishte prishur, i kishte lënë të rrushit e lule shtrydhe, janë zonja në hëngër keq, ku në fakt në 100 e sekondit i ka thënë që nuk dua të vazhdoj më martesën me ty. Nga ana tjetër do të shkoj më një herë nga rruga Durrësit, që është vërtet tek liçeni e dashur, aty në fakt rritet numri i kamerave të sigurisë, nga njëra anë lajmi mirë, po nga njëra anë është lajmi i keq për gjithë çiftet, në fakt që hapin krahun, bëjnë pak muhabet edhe fuçi nga njëra anë, sepse në fakt në monitorimin e kamerave sigurisht asgjë nuk është e lehtë. Por Aldo me thonë vërtetë, me që jemi tek liçeni, në fakt ditën e djeshme qytetarëve duke ecur në fakt i ka dalë 2 gjarpëri janë të merruar që është e vërtetë dhe komstorët në të njëjtën kohë, për sigurinë sepse aty fakt kalojnë goxha edhe fëmijë të vegjël për të shohin pra çfarë do të ndodhi, do të mbetet
për të parë diçka tjetër, me thonë vetëm dita djeshme ka qenë minus në fakt për një kamariere që është e vërteta, sepse nuk e ka patur mëne një fluks goxhema, duke gjithë ka qenë ditë pushimi, gjithë kanë qenë pushim, edhe një tre çuna kishin dalë për të pirë kafe në shoqërinë e një goce të vogël 16 vjeçe. Në të qindën e sekondit janë çuar në fakt pa e paguar tavolinën, kamarierja gjora është mërzitur, e ka pas në të fajnë se ka qenë të vëmë vetë me kamarierin, me banakin nuk i ka kushtuar shumë rëndësi punës, dhe si përfundim ato kanë njëto pa paguar, duke thënë në plot gojën, që ajo në dalë ka dalë minus me thënë vërtetën. Nga ana tjetër Aldo, do të shkojmë tek rruga e Kavajës këtu afër, sigurisht që dita djeshme ka pasur dhe një incidente të vogla, konkretisht një zonjë 50 vjeçësh rrëzuar nga një djalë i cili ka lëvizur me patinë, nga njëra anë janë goxha të mira praktike pak si të shkojnë. Okej, në rregull. Mirë, vijojmë telefonata më mëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Flet Irina nga Tirana. Irina si je? Faleminderit. Me shëndet mira? Përgjithësi mirë. Mendoj që çado që të ketë bërë fëmia im, e di që mund të jetë krim dhe nga një anë, domethënë do jemi midis dy situatave që dënoj krimin e kështu, po unë do bëj çmos, kur them çmos, që të paguaj për fëmin të shpëtoj nga ajo situata. Nuk është se burgu i ndryshon njerëzit, burgu i bën më kriminal njerëzit. Pra ti thua të bëj krimin dhe pastaj të dali se mos bëhet më shumë kriminal. Jo, nuk është përkundrazi, burgu i bën më shumë kriminal, i bën universitet krimi. Po si ta bëjmë për ata që bëjnë krimin, si ta bëjmë? Shoqëria jonë është mbrapa dhe bota, jo mbrapa. Është mbrapa, shumë mbrapa, sepse duhet bë punë, fillohet që në qeliz që kur janë bebe. Edhe nga që ne kemi nuk është shef e familja, shef e shoqëria. Shoqëria dhe familja, bashkëpunim, shkollat, gjitha janë ato. E qartë, po kur nuk bëhet kjo, si ta bëjmë, të bëjmë krimet e të nxjerrim pastaj. Unë për fëmia im është numri 1 për mua. Qartë. Kuptohet. Mirë, motor, falenderoj shumë për telefonatën. Gjithashtu. Gjithë mirat, shëndet. Okej. Mirë shumë. Vjojmë. 069 20 41 003. Mbajini dashur miq, vaft në vesh. Muzika e mirë duhet shitur në farmaci. Jemi me surprizën e këtij mëngjesi. Albana, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aldo. Në çfarë zonë ndodhesh? Së ndodhemi tek rruga e Kavajës. Çka ka aty? Kemi një surprizë për Esmeraldën, e cila ka ditëlindje dhe bën 42 vjet. O, sa mirë, në rregull atëre. Shkojmë me vrap te Esmeralda. Në çka kati jemi the? Në katin e 6. Në katin e 6, okej. Mirë, vijojmë me telefonatën ndërkohë që njëtet Albana bashkë, telefonata e mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Rovi nga Italia. Buongiorno Rovi, buongiorno. Buongiorno. Mirë. Ka shumë e vështirë që të flasësh për fëmin Aldo në këtë lloj rasti. Po prandaj po them. Unë edhe sikur ti kisha në shtëpi, të them të drejtën, nuk do t'i paguaj ato lek, sepse ai ka bërë një krim dhe për mendimin tim sinon më mirë të bëj burgun se sa ta paguaj dhe ta nxjerr. Me llape dakord, domethënë po që është. Jo, nuk do ta bëja dot Aldo, se ai krimin ndoshta akoma dhe më tepër do ta bëj. E kuptoj. Jo, nuk është e drejtë për një nën. E marr vesh. Po që edhe s'të bën zemra, po edhe situatë shumë si estetike. S'ta bën zemra, po ti je në kushtet e personit tjetër që i ka hikë një Aldo. Po ta mendosh. Lore. Mirë familja që i ndodh Aldo. Ato thuaj. Familje, të dyja. Të dyja. Mirë, motor. Falenderoj shumë për telefonatën. Gjithë mira, Shëndet. Po, Albana ka arritur në katin e 6. Pallati vjetër dhe vjetër pa shensor. Okej. Esmeralda, ku je Esmeralda? Hape derën Esmeralda. Kemi atë çik herën, në fakt. Sa është ora? Ora e gjysmë, bo, si iki minutat. Me vrap. Ja, kjo do të jetë Esmeralda. Esmeralda, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë, dhe në që në bëfsh Esmeralda? Faleminderit. Faleminderit për surprizën. Ti po shkoje për në punë?
Po bësha gati për në punë, në fakt, se duhet të shkoj në shkollë. Je në shkollë apo në punë? Jam në punë edhe jam përshëresh. Je për përshëresh? Prandaj, edhe bësha gati. Shiko, sot që ke ditëlindjen shkojtë apo? Të shpresojmë të marrim leje. Po mirë. Po duhet të çosh, ja të paktën të sonë të tortën, të paktën hiq afe ato mësuesit, se duan gjithë. Ja urdhra. Patjetër. Wow, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit për surprizën. Në fakt, vërtet që sa kemi bërë ne surprizën. Ta ka bërë një person, ja, foli. Alo? Alo, mirë. Gëzuar ditëlinjen Esmeralda. Edhe 100 inshallah. Shumë faleminderit Aldo Monin shumë që më dha mundësinë me të përshëndet me të uru ditëlinjen nga larg. Esmeralda, kush është kjo? Nga zëri më duket mami si gjithmonë personi surprizave. Faleminderit. Po pse mami ku jeton? Mami jeton në një qytet tjetër. Unë jeton në Tiranë. Po mirë. Ka dashur si duket të më bëj surprizë. Patjetër. Mami, ju përshëndes. Sa ditë ka që nga ka marrë, aman mos harroni, me merak të madh. Mirë, Esmeralda. Faleminderit Aldo Monin. Faleminderit shumë. Jo, me zemra të punë kemi ne. Shëndetje mbarësi Esmeralda. Faleminderit. Faleminderit programit edhe juve mbarësi dhe këto. Asgjë, rrofshë qoftë. Faleminderit. Mirë. Të dashur miq, vijoni për të prenotuar tham në 069 40 41 003 nxitoni sepse çfarë ndodh? Çohen nga gjumi të gjithë apo përcjellin njerëz dhe ambetëm dhe bëhet pastaj një dyndje shumë e madhe. Kështu që nxitoni sa më shpejt për të prenotuar. Mirë, mrekulli. 069 40 41 003 i bie që në këtë moment ne kemi shumë pak çaste publicitet për të rikthyer përsëri këtu në studio. Keni parasysh, nuk vonohemi. Okej, mirë, vijoni miq. 069 40 41 003. Ora për pak sekonda shkon 8:20. Mirë shumë. Me telefonatën më mëngjesi. Mirëmëngjesni, përshëndetje. Përshëndetje, kush jeni nga Plisni? Unë jam një zonjë nga Konispoli. Po si quheni juve zonjë? Unë quhem Afroviti Kaleshi. Afroviti si të kam, mirë? Mirë, faleminderit. Juve si jeni? Me shëndet si ke qenë? Jo dhe mirë, po hajt, shtyhen. Të shkuara, zemra, urdhëro. Me temën që lidhet për të paguar këta djemë që marrin djemë të nënave. Jo, do më thënë ideja është nëse do larkë qoftë, do ndodhë. Çfarë do bëje ti vetë? Mua më ka ndodhur. Kam 19 vjetë, erdhi maj. Dhe pse ai njëri ishte i lirë jashtë. Jo, është tjetër gjë, nëna, më dëgjoj pak. Është një tjetër gjë, do të thonë situatë hipotetike, pra ndodh larg qoftë ty me njeriu tënd. Po. Më kupton? Jo, asnjë mënyrë, as njeriu tim, jo. Pra nuk do e bëja. Jo, përveç se fëmisë djalit tim që kam, jo, asnjë mënyrë. Sepse ishte një krim që ka bën edhe asaj nënë i qanë syri si puna, unë që flas me ty, më qanë syri, kam 19 vjetë. E kuptoj. Dhe këta kriminellat ti marrë ti paguash, ti nxjerrësh jashtë. Në qartë. Në rregull, të kuptova shumë qartë. Falenderoj shumë dash për telefonatën, të uroj gjithëmira. Ndërkohë, shpërngulemi për në Vlorë me figurën e Vlorë. Djalo hëmo. Mirëmëngjesi Aldo nga Vlora, një kohë të bukur sot në Vlorë. Me të shkurtra, a? Nuk. Po, është, domethënë është jo ngrohtë, po që edhe aq ftohtë nuk është, me thënë drejtën, është temperaturë normale, por që prap gjithsesi nuk na pengon nga pas një ngrohje kështu artificiale duhet ta kesh bërë besoj. Po, as të bëhet fjalë, por që nuk dilet pa bërë një ngrohje. Mani është apo kumbulle? Jo, atë lloj ngrohje kështu para i përdor. Po themi. Jo, thashë më ngrohje kështu. Po ilaç. Nuk para i përdorim këto drejtës. Çfarë bëhet nuk na bëjnë mirë. Ne vazhdojmë me këto aktivitetet tona. Aktivitetet tona që bëjmë gjithmonë në blog, po që gjithmonë dhe ato kanë dhe ato problemet e tyre na pas. Po ja është një zonjë Aldo kur ditën e djeshme është bërë një si tip koncerti, le ta themi, por që e bukur ashtu se zonja ka takuar një
ish shokun e saj, pasi ka pasur dikur një marrëdhënie jashtëmartësore dhe ka vendosur që ta vazhdojnë sërish këtë gjë pas shumë vitesh. Mirë po zonja do më thënë kërkon që nga që e duan shumë njëri tjetri dhe zonja kërkon që të ndahet zotria nga bashortja që ka. Edhe kjo do të bëjë të njëjtën gjë, po që do të sigurohet që ky do të do sërish dhe do ta bëjë këtë veprim. Imagjino ku ka arritur muhabeti gjatë. Ndërsa një zotri është në një hall të madh pasi kohët e fundit bashortja e tij ka filluar që të sillet pak ftohtë, me thënë të drejtën, nuk e di pse, i ri ftohtë, nuk i afrohet më si më parë. Ftohtë, po tani nuk i dihet mbastër dhe nga njeriu varet. Varet, disa kanë ngrohtë, disa kanë ftohtë, ndoshta zonja, por me aq sa morën vesh me të pyetur është në fakt se zonja ka disa kërkesa ndaj bashortit të saj, por ai nuk i ja ka zbatuar. Po ja e fundit është, domethënë një ndër më kryesorë është se zonja i kërkon që ai domethënë si familje të shpërngulen diku, domethënë të kenë një shtëpi të tyre, pavarësisht se kanë vite që jetojnë me qira, mirë po zotria nuk e merr dot mundimin që të blejë një shtëpi, nuk e di, ndoshta i pëlqen domethënë që të jetoj me qira, ndërsa janë edhe ato kërkesat e tjera, pastaj si çdo femër, jo një makinë, jo po një udhëtim, jo pushime, etj, po më kryesorja ishte kjo që zotria domethënë nuk ja plotson dot, domethënë ose e merr mengesë, i themin ja dalë sot, jo po të ulem pak në kohë që çmimet rriten më tepër. Po, dhe ky është. Ndërsa me që vim dhe të sezoni tani veror, i plazhit janë sidomos hotelet e restorantet fillojnë atë punën e tyre, domethënë fillon puna tamam, por që përveç këtyre fillojnë punën edhe disa gratë të cilat merren me nuk mund të them me magji tamam, por që janë me këto shikojnë shikojnë fatin e tyre. Magji gurizit të mi peta monovi. E drejt, por që ja përveç këtyre grave që merren me këtë punë, janë edhe vajzat të cilat kanë filluar që bëhen gati, për arsye se vinë qershor, korrigur deri në shtator, vinë emigrantët që varet se i kanë ata pushimen. Dhe e bukur ashtu se janë vajzat të cilat duan të martohen me emigrantë, të cilët normale që kanë lek, por që nuk mirë normale që shumë mirë është ajo punë, por që të arrish të martohesh e ke parasysh është ajo dalet të njihemi një herë, ndërsa gocat i duan shpejt e shpejt. Dhe ka pasur raste, siç më ka thënë një nga këto gratë që ato kanë dashur që të shkojnë me këta djem të konsumojnë diçka apo të kaloj një natë me ta dhe në momentin njëra nga vajzat i ka marrë kanatjeren ose një fotografi që ai ka pasur atë dhe ka shkuar te zonja që ka bërë këto magji gurizit të peta monovi, po. Magji, po, ka bërë këto magji dhe ta themi, ti bjem shkurt dhe aty pasaj kanë filluar ato njohjet. Ka pas raste dhe si kanë ecur, por që me madhja, domethënë siç thotë kjo zonja që pjesa më e madhe unë i kam martuar ato. Tani shikojmë si do vej dhe ky PR për ato normale që do kenë punë, po që shikojmë se sa do martojnë me pak fjalë. Tjetër? Jo, pak a shumë këto ndodhi kishim në Vlorë, nuk është se ka ndodhi madhe kush e di, këto. Mirë, ne na lusim. Mirë Flori, suksese në jetë edhe më gjerë. Kujtoj vlonjatët që sot është dita ndërkombëtare e tokës. Kujtoj ta kesh për rrugës, për muhabet. Mirë, ora po. Pa 10 pa shkon, pa 10. Mirë, me telefonata në mëngjesi. Mi mëngjes telefonata. Të dy hapur. Telefonata në mëngjesi. Mirë mëngjes. Nuk dëgjohet. Mirë mëngjes Aldo. O, më në fund. Kush jeni juve? Jam në Mallakastra dhe doja të të thoja për temën që keni ndjerë në televizion. Po kush jeni juve? Valbona nga Mallakastra. Bona, hami bona. Do të thosha që për fëmijën jep edhe gjithë pjesët e trupit për ta nxjerrë nga burgu. Ai si veprim që ai nuk donte dhe nuk mundet, po kur tjetri të shante të bie më qaf, je i detyruar ta bësh këtë veprim. A më seriozisht e ke? Po, si se kam seriozisht, se s'don ti të dos rrugës, ore kalon rrugën e çan ti që ta gjithë keqe fare. Po çat çan ti po pse? Pse çan? Po kot, ja jep truri ti droga i ti rakite dhe kalon rrugën e të çan. Po pasore. Se jemi njërës të qytetruar, si mund të shash ti tjetër mikro rrugës dhe shanë.
Po ky që ka marrë pjesë në vrasje, po punë e madhe, rregullohet. Po që ka marrë pjesë në vrasje, diçka e ka patur ai se kot nuk vret tjetri. Nuk vret, po. Po kot nuk të vret. Po si, po. Si do të vras kotun ty, po s'o gasmove, apo po s'o pate borxhe, apo po s'o vove, apo po s'o bëre. E qartë. Mirë, motra, e kuptova. Shpërpafshim, mendoj se Gjithë të mira. Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush jeni nga flisti? Binaku nga Kanta. Binak, si të kam, mirë? Mirë, faleminderit, si e kalon, si e kalon. Faleminderit juve. Mirë ka të zoti. Shqyqyre, zot, urdhëroj dashur. Për temën. Shifën rrethanat. Duhen pa rrethanat, po. Normal duhen pa rrethanat. Tashti, unë qofë se ai ka rënë qafë, edhe ka bën një krim. Ai është i pastër. Unë për veti nuk ka goja si herë. Në qatë vrasje në pas bën, edhe shumë vrasje në pas bën, ai është i drejtë, ka rënë qafë. A ku të shkojë? E kuptova. Pra të bën ti thu duhen pa rrethanat, si qyshtek. Duhen pa rrethanat, ku të shkojë ai? Ai një herë ka lidhë, ai nuk E kuptova. Lëre se mora vesh. Përshëndetje, kalos mirë. Respekte. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kush jeni nga flisti? Afeta, unë qove. Unë jam të Hollandë nga Anglia. O, të Hollandë, si të kam vlla? Si ja, jemi. Si u gdive ti? Një ma. Më të Hollandë. Diva pakes me tonë drejtën se pash jo ndër frikshme fare vlla se kur mbratin. Jetoj në Angli, po këtu është shumë jetë e frikshme. Jetë e frikshme në Angli? Po, se ka shumë brase, sa shumë edhe e pash jo ndër janë shumë gjithë, janë për të shofë në vëmendjet e shqip. I kanë la rrugë, vlla, jam kryos me dit, i kanë la rrugët e Tiranës, po? Edhe njëherë e pash i kanë la. Rrugët e lagjës, Tiranës. Pas i merak. Të lutem. Mirë, vjojmë. 069-20-21-003. Pak minuta, për një minutë, dhe më thënë, në ora shkon fix 8, 069-20-21-003. Me telefonata më mëngjesi. Mëngjes telefonata. Alo, mëngjes. Mëngjes, kush jeni nga flisni? Unë jam Lida nga Fjeri. Lida nga Fjeri, the? Lida si u klive? Mirje? Mirë, ju dhe mirë? Mirë, më Desha të flisja pak për temën që kemi ndjerë sot. Patjetër. Është temë shumë interesante dhe do thosha që për fëmijën çdo prind do jetë jetën, me vërtet. Mirë po, për vetë fjalë për vrasje, është, si mund ta them, nuk di të shprehim, po kur nuk do merja aq lek, do me thënë, në rast se djalim do gabonte, vonte dënimin, siç janë rregullat dhe ligjet. Mirë, po nuk është e drejtë për një fjalë goje, siç po lije parafolsja përpara Valbona, si quajnë atë zonjën. Kurse si nuk duhet të ndodhin këto gjëra për vrasje, për fjalë goja, për sherrje, për makina, si kemi dëgjuar. Kurse si, megjithatë janë. Po që ndodhin ato, pa e diti. Ndodhin, po është e vërtet që ndodhin, nuk duhet të ndodhin, po jetë të rinjën, nuk e mendojnë shumë gjatë këto gjëra, kështu që në rast se kryejnë vrasje, do të kryejnë edhe dënimin. Është më së drejtë. Pra, do më lartë qoftë, ndodhte ti s'do lëvizja asgjë. S'do lëvizja asnjë gjë. Po të merrja aq lek, domethënë, nuk e dëshiroj dhe kur mos më ndodh, po ja, aq lek, ku mund t'i gjej, ku mund t'i marr, ku mund t'i japi. Nuk ka rëndësi shumë. Asgjë. Nuk ka rëndësi shumë. Ne jemi punëtor krau, nuk mundemi t'i gjejmë ato lek, nuk mundemi t'i lajmë ato lek. Dhe pyetja është, në rast se do mundesh, do e bëje? Jo, kurse si. Nuk do e bëje? Jo, me shtirt, jo. Nuk do t'a bëja sepse i thonë vrasje. E mora vesh. Do dilte, në Shqipëri janë shumë, nuk di, janë gjëra që nuk mundem. E kuptova, mirë. Falenderoj shumë dashur për telefonatën. Faleminderit. Gjithë të mirat, shëndet. Okej, ora vajti fix 8, prandaj është 8:01 minutë. Ndërkohë, i bie të kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri në studio, nuk vonohemi. Mirë shumë. Ja të kemi të dashur miq në bulevardin Zogu i Parë. Jemi me një të ftuar në studio duke shfrytzuar faktin dhe rastin që sot është dita e tokës, njihet në gjithë botën si 22 prilli, dita e tokës. Kemi ftuar
Zotin Ferdi Braushi, i cili është përgjegjës i Departamentit Mjedisit dhe Burimeve Natyrore në Universitetin Bujqësor Tiranës. Profesor, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe faleminderit juve që erdhët në këtë orë një çik të vështirë për pedagogët apo jo, sepse o nxitoni për në punë. Apo jo. Por në fakt sot ja vlente që të isha prezent këtu për këtë ditë të veçantë. Është ditë e veçantë. Domethënë, dita e tokës, shpesh herë thuhet në radio, në televizione, shkruajnë në internet, portalet. Mirë po, kam përshtypjen profesor, ju jeni më në korrent që pakush e vret mendjen. Pikërisht për të, domethënë, jo thjesht si ditë, por për planetin. Secili planetin e vet e ka aty vërdall, 10 metra katror. A nuk është se ndodh kështu? Në fakt 22 prilli përfaqëson ditën botërore të planetit Tokë, e cila sot është 5 vjetori i festimit nga dita e parë që u festuan në 70, 22 prill 1970. Kur mendon profesor që atëherë në 22 prill në 70 kanë dalë rreth 20 milion njerëz dhe kanë protestuar kundër degradimit të mjedisit. Po sot? Në fakt, ajo ditë ka qenë ditë simbol dhe vërtet është për të përkujtuar dhe për të vlerësuar, sepse pas vitesh apo dekadash të revolucionit industrial dhe ndotjes dhe degradimit të planetit Tokë, prishjes së biodiversitetit, mbar komuniteti botëror dhe veçanërisht me nismën e disa përfaqësuesve aktivistëve të mbrojtjes së mjedisit dhe për nder të senatori Gaylord Nelson, i cili propozoi që data 22 prill të ishte dita për ndërgjegjësimin për planetin Tokë, për mbrojtjen e planetit Tokë, e cila duhet të mbrohet nga degradimi i mteshëm, qoftë degradimi fizik, qoftë degradimi kimik, e cila lidhej me impaktet që pati revolucioni industrial, kryesisht në shfrytëzimin e fosileve, naftës dhe gazit, po ashtu dhe të nxitjes së industrisë ndërtimit apo industrive të tjera kimike, të cilat shuan në efekte negative në sistemin ton apo të cilat po i vuajmë gati për ditë, domethënë, apo jo? Absolutisht, është më së qartë. Dhe profesor, si është puna, domethënë, kemi parë shumë ato kronika televizive ku kalamajt dalin dhe bëjnë me kjo ekspozita e mbrojtjes së tokës, se shpejtësa vizatime. Po gjithë kjo histori fillon dhe mbaron këtu. Nuk është se vret njëri mendjen më tej. Ju thatë për shfrytëzimin e fosileve, po ditën që ne jetojmë, çfarë po ndodh me tokën, duke nis nga plerat, nga derdhja e naftës, nga ku dëgjon, tymi emetimi gazrave. Çfarë s'ka, domethënë. Apo jo? Absolutisht, çdo iniciativë, qoftë atyre fëmijëve që vizatojnë planetin Tokë, qoftë por ajo fillon aty, por ajo duhet të vazhdojë. Ajo duhet të vazhdojë me një sensibilizim dhe me një ngritje të ndërgjegjësimit, por ndërgjegjësimi nuk është vetëm ana e njerëzve, por është ajo çfarë unë theksin është institucionet shtetërore, të cilat janë kryesisht përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisin, për mbrojtjen e planetit Tokë. Por apo, është folur shumë, domethënë, praktikisht, cili mendoni që është problemi më urgjent që ne kemi këtu, paktën në Shqipëri? Në kontekstin mbrojtja e mjedisit nuk është në nivel, si thua, vetëm vendor apo rajonal, por është mbar botëror. Por gjithashtu edhe në vendin tonë, sensibiliteti është i ullët në raport me atë çfarë kërkohet të mbrohet për mjedisin. Faktikisht, sot ne gjendemi përballë sfidave të cilat janë ndotja e ajrit, ndotja e tokës apo ndotja e lumejve. Ne jemi në fazë kritike të cilat burimet ujore fillojnë dhe po shterojnë, të cilat vinë si pasojë e degradimit të biodiversitetit në shkatërimit të pyje kullotave, të cilat në mënyrë shfrytëzohen pa kriterë dhe kjo çon në një degradim të mëtejshëm të tyre. Këto burimet ujore që thoni po shterojnë, e thoni si batuta, po vërtet po shterojnë? Absolutisht, nëse neve shkojmë në zonat rurale dhe investigojnë, shohin që prenja apo lumej të cilët para 30 apo 40 vitesh ishin me ujë, sidomos gjatë dimrit dhe gjatë verës, tashmë ata janë prenjë të vegjël
pjesërisht gjatë dimrit, kurse gjatë verës as që bëhet fjalë që të ketë ujë. Kjo do të thotë që sepse duhet të kuptojmë diçka, ka dy teori të cilat mbështesin ndryshimet klimatike dhe mbrojtjen e mjedisit. Njëra e cila lidhet me aktivitetin njerëzor dhe e mbështet teorinë që ndërhyrjet e njeriu kanë çuar në degradimin e mjedisit. Rryma tjetër më pak e shprehur është ajo që njeriu s'ka ç'bën në këtë botë globale, pavarësisht se çfarë ndërtohet apo se çfarë ashtu. Por pra thonë që është cikli normal i tokës. Cikli normal. Por unë duhet të theksoj një fakt të cilën them dhe studentëve është brenda cikleve normale të zhvillimit të planetit tokë, njeriu ka ndikim, kurse në ciklet e mëdha globale të vendosjes së planetit tokë me planetet e tjera apo në sistemin galaktik, neve jemi të pafuqishëm. Por përballë një qëndrueshmëria apo një stagnacioni që mund të ketë planeti tokë për një periudhë kohore që aktualisht është, influenca e njeriut është më se e qartë. Dhe këte dokumentojnë dhe analizat të cilat lidhen me rritjen e përqindjes së dioksidit karbonit apo metanit në atmosferë është për afro 100 vjet përqindja e dioksidit karbonit është rritur në masën 30%, po ashtu dhe metanit. Kjo do të thotë në mënyrë të qartë influencën e njeriut në ndryshimet klimatike. Kjo pa diskutim që ndikon edhe tek prodhimet, le të themi bujqësore, fjala vjen. Absolutisht. Ka kjo të bëjë me këtë që ne nuk po ham siç kemi pas ngrënë, që do të thotë janë ndryshuar shijen, janë bërë gjitha si plastike më burr, ku dëgjon, sikur ha një gjë pa shije. Apo nuk ka lidhje kjo? Jo, kjo ka lidhje në mënyrë të direkte dhe indirekte. Dhe indirekte, pa. E para është që rritja e prodhimit bujqësor, pra rritja popullsisë çon në domosdoshmërinë e rritjes së sasisë së prodhimit. Smajl më populli me njar, Po, rritja e sasisë së prodhimit do të thotë që ti duhet të kesh kultivara apo varietete të cilat prodhojnë në sasi të mëdha. Ana tjetër është që neve aktualisht prodhojmë edhe jashtë sezoneve biologjike, historike të kultivimit të bimëve. Tem tjetër, po mendoj, jo më po të marrësh Alqin, për shembull, më fal. Sa vite ka që është shumë se sigur e blem të xhambo, jo sigur e blem në dushje. Më kupton? Po, nuk e di, ka ku dëgjoj. Sigur s'ka më valla. Është më e qartë. Apo ka të bëj fara thua? Njëra lidhet me anën e farës apo varietatit në cilë kultivohet, kultivimi jashtë sezonit, ana tjetër, dhe ana tjetër ne nuk pretendojmë prodhime të cilat janë të qëndrueshme, zgjidhen ato varietete të cilat janë të qëndrueshme. Por dhe nga ana tjetër nuk duhet të harrojmë faktin që ne nuk mund të krahasojmë një periudhë le themi para 90-s me tani nga pikpamja e sigurisë ushqimore. Ne sot mund të themi që nga pikpamja e sigurisë ushqimore mund të jemi më të sigurt se sa para 90-s. Okay. Kjo lidhe sepse atëre si siguri, po jo si cilësi. Si siguri, sepse atëre normalisht përdore plera dhe pesticide në sasirat konsiderueshme dhe të pakontrolluara. E kuptoj. Por ajo çfarë vjet re dhe në opinion, kur ne themi që para 55 vitesh ishte protesta për mbrojtjen e natyrës. Në zhvillimin historik nuk është shumë larg, por aman u deshën afro 100 vite ndërhyrjet e njeriut mbi planetin tokë, mbi prishjen ekosistemeve natyrore, të cilat shuan në këtë revolt, përdorimi i kimikateve, përdorimi i plerave, pesticideve, të cilat e bën të domosdoshme që të kthej syri drejt mbrojtjes së natyrës dhe mbrojtjes së mjedisit. Shumë kush mendon që ky është muhabet qeverisë. Tani vetë si individ, çfarë mund të bëjmë? Apo është totalisht pafuqishëm individi? Në kushtet e sotme individi përballë sfidave të tilla është aktor kryesor, por është i pafuqishëm në nivel për të vepruar. Secili duhet të veprojë, por janë neve në kontekstin shoqëror jemi të mbrojtur vetëm nga institucionet. Janë institucione shtetërore ato të cilat duhet të veprojnë, duhet të marrin masa për të ruajtur natyrën, për të ruajtur mjedisin biodiversiteti, por në fund të ditës të mbrojnë shëndetja e njeriut. Janë në këtë rrugë kur ne jemi, domethënë jo të gjitha makinat emetojnë një lloj, ja sikur ka lënë makinë kështu
që bë ty me bë të merë. Po sa janë gjithë Shqipërinë kështu, sa të dush? Po sa janë gjithë botën? Absolutisht. Kjo është sfida, për shembull, sfida të cilët ndoshta para disa vitesh nuk vlerësohej, për shembull kur dilte po themi në një oxhak fabrike apo uzinë dilte tym, ne nuk e vlerësonim pasojat negative. Kurse kur u pan këto efekte negative, atëherë filloi ndjeshmëria për të gjetur masa apo mënyra për të reduktuar. Ne nuk jemi në aspektin sepse gjithmonë do të kemi investime në fushën e nxitjes prodhimit apo nxitjes së industrisë. Por këto duhet të jenë në raport me mbrojtjen e mjedisit. Pra, masat të cilat merren për të minimizuar efektet negative. Ju thatë shumë thjesht, për shembull, shikon, ne kemi makinat disa të cilat nxjerrin tym të zi, do të thotë që djegja e karburantit nuk është e plot, do të thotë që sistemet se si funksionon, pra në aspektin e kontrollit, të koludimit apo gjitha bashkë. Të gjitha këto influencojnë. Dhe këtu është pikërisht ajo që ne themi që ndërhyrja shtetit, pra individi përballë kësaj gjendet i pafuqishëm. Ndaj neve paguajmë taksa, paguajmë dhe do të jemi të mbrojtur nga institucionet shtetërore. Profesor, më falë, s'të bëra një kafe. Jo, faleminderit. Okej, kemi lavat, ajo përgjë. Dhe, ke parasysh kur mburresh që ke kafe të mirë? Jo, absolutisht, ka kafe nga më të mira. Është lavaca, vërtet është mbyll. Të bëj një pyetje. Ju jepni mësim lëndën e mjedisit. Ka interes të studentët, domethënë, apo vinë për të marrë ato pikët e kësajve aq net? Në fakt ka interes thellë, pra ka ndonjë nga ata që të rinë mas, s'po them të rinë mas mësimit, kapi përmendje, o profesor, si është kjo punë kështu? Pra, ndjen një lloj pasioni apo thjesht detyrë? Në fakt, edhe kjo është për të parë. Departamenti jonë, Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore është departamenti i parë në vendin tonë që i institucionalizuar si Departamenti i Mjedisit në vitin 2001. Pra ne kemi një përvojë afro 24 vjeçare. Është e vërtet që neve në departamentin tonë kemi pasur dhe kemi student me interes, pra mjedisin e shikojmë me interes. Vitet e fundit ka patur një rënje të cilët në kontekstin e përgjithshëm dhe të numrit, por jo të cilësisë. Ne kemi student vërtet të mirë dhe aktualisht në universitetin tonë, neve në këtë vit kemi riformatuar kurrikulat në përputhje me kurrikulat e Universitetit të Bokus apo të shkencave të jetës në Vjenë. Dhe kjo bën që studentët tanë të ofrohet njohuri të barazvleshme me ato të cilat ata marrin në universitetet e tjera në fushën e mjedisit, si në Boku dhe në universitetet e tjera të botës. Por unë vërej që ka disa studentë të cilët janë vërtet të interesuar në çështjet mjedisore. Ajo çfarë neve është që tu japim atyre sensin jo vetëm teorik, por dhe sensin praktik të njohjes. Dhe pikërisht kjo është pika e cila kërkon një mbështetje financare nga ana shtetit në lidhje me sigurimin e mundësive praktike të analizës së projekteve, të bërjes së projekteve në terren, pra mos të mbeten në aspektin teorik, por të kalojnë në aspektin praktik për të gjendur përballë sfidave që të japin zgjidhje, jo të sepse çështja është që problemet mjedisore që kemi sot do vazhdojnë dhe vite dhe përballë këtyre kërkohen zgjidhje teknike. Qartë, tani pavarësisht këtyre, ka një përpjekje, domethënë, ka një përparim le të themi vitet e fundit se tani është bërë një ngrencë, kanë filluar ngrencë zërin, si më thënë, në mos niveli juaj si pedagog, si drejtues të departamenti, po edhe shumë të tjerë në gjithë botën, pra fillojnë flasin kanë folur. Ka një përparim apo hiç, kemi ngelët te niveli prapë? Jo, nuk mund të themi sepse ka përparim në këtë fushë, absolutisht. Unë duhet të theksoj faktin për shembull që shumë substanca të rrezikshme, të cilat kanë qenë substanca të rrezikshme për shëndetin e njeriut, janë ndaluar në botë, po ashtu dhe në vendin tonë. Vazhdojnë përpjekje të cilat për zgjidhjet teknologjike, pra që lidhe me shfrytëzimin e fosileve. Pra sot në futja e industrisë makinave elektrike, apo nxitja e iniciativa që lidhe me gjelbërimin, janë përsëri për të vlerësuar. Këto janë zgjidhje teknologjike të cilat
bazohen në shfrytëzimin e energjisë, sepse gjëja e parë dhe kryesore është energjia, prodhimi i energjisë dhe alternativat e prodhimit të energjisë sot kanë bërë që neve të kemi më pak ndotje në nivel. Qartë, profesor, po këto, më faqe, ndërpreva, po këto hidrocentrale që janë bërë të ne, prishin punë në përdomen, këto të veçdit, ke parasysh? Ka një raport... Ka, apo jo? Absolutisht, nuk mo, sepse çdo investim ka ndikim në mjedis. Pa mundur të thuash që një investim mund mos ketë ndikim. Nuk po kema ndërtimet, apo? Por, ndërtimet dhe çdo investim, sepse prish. Por, ajo çfarë është, duhet të ruhet raporti midis ujit i cili përdoret për hidrocentral dhe ujit që futet në tube dhe ujit që shfrytëzohet. Këtu është ajo çfarë neve në ambientalistët apo shoqatat e mjedisit apo ne si pedagog profesor të mjedisit e ngrej me fuqishëm këtë zë, sepse prishja e balancave ka çuar në këtë degradim dhe shfrytëzimi i plot i ujrave, të cilat për rrjedhje të prejme apo lumenjët dhe futja tyre në tubacione dhe mos lënia për vegetacionin bën prishje të biodiversitetin dhe në këtë mënyrë neve kemi një degradim të mjedisit. Duke ju quajtur si më të ndërgjegjshmit, ju si trup pedagogjike, ju që merreni pikërisht me mjedisin, sidomos mosha juaj profesor që jeni ndër profesorët më të vjetër, nëse do i bie këmbanës përballë qeverisë shqiptare, për çfarë do i bie? Janë sot në vendin tonë çështja bazë që lidhet është ajo që lidhet me ndotjen e ajrit. Ajri, ja. Ndotja e ajrit. Sepse ka diçka dhe duhet ta kuptojmë mirë të gjithë. Në qoftë se neve mund të zgjedhim veshjet, ne mund të zgjedhim shtëpinë, ne mund të zgjedhim ndoshta edhe ushqimin, mund të ham prodhime deti apo prodhime, por ama ne nuk mund të zgjedhim ajrin që ne thithim. Pikërisht këtu janë të impaktuar të gjithë dhe kjo është sepse ndotja e ajrit nuk shihet vetëm në anën e aspektit të grimcave të ngurta, por shihet edhe në grimca të cilat përmbajnë element toksik apo substanca toksike. Çështja e dytë dhe më e rëndësishme është ndotja kimike që e prodhimeve bujësore apo bлекtorale dhe gjithashtu dhe ndotjat e lumenjve. Dhe pikërisht dhe kjo është çështja e dytë pasi dhe ndotja kimike që mbetjet e pesticida, mbetjet e substancave të tjera kimike në produktet bujësore dhe bлекtorale bën që shëndeti jon të jetë i riskuar. Pra gjithçka ngjelet tek ndërgjegjësimi. Kam përshtypjen profesor. Njëra anë është ndërgjegjësim, ana tjetër është që neve duhet të protestojmë ose duhet të ngrem zërin përballë institucioneve të cilat duhet të veprojnë. Njëri në Shqipëri, mos plot. Kjo është ajo çfarë neve kërkojmë dhe ngrem zërin gjithmonë ose shkruajmë si duash japim kontributin ton. Ne japim kontributin në edukimin e brezit të ri, ne japim kontributin në shoqëri, por vëmre që pak dëgjohet. Pak reagim ka. Kjo është shumë e vërtet. Mirë, thonë, kemi pas thënë ne, nuk e di kush e ka thonë këtë, ç'të mbjellësh, do korrësh, kështu që Këto po mbjellim, këto po korrim. Absolutisht. Ajo çfarë neve më mbollë me revolucionin industrial dhe përsëri kjo ishte ajo çfarë korri shoqëria. Ne s'kemi as revolucion industrial, se halal, ta kishim por neve ne kemi nga budalliku. Ne kemi një revolucion ndërtimesh. Po jo, s'është vetëm kjo. Po ti më fal, shif plerat, shif ku hedhin këto plastiket. I ke parë besoj dhe lumi. Absolutisht. I ke parë që shkojt për piknik dhe lihen gjërat aty. Ne kemi... I ke parë kreshtat që prit peme, prit bëj lokal, bëj hotel. Shpesh ne na ka qelluar rastet jemi me grupe ekspertësh të huaj dhe vërtet jemi ndjer keq, për shembull kur kemi shkuar tek lumi i Ishëm dhe kemi parë mbetje të cilat vetëm një lumi i Ishëm. Po nga drini ç'a bëhet? Nga më të ndoturit në vendin ton. Sa gjuna. Dhe pikërisht në këtë departament ka një projekt, por nuk mjafton kaq, duhet. Po su bën gjitha, ha. Sepse ndoshta në kulturën tonë ne shikojmë shpesh brenda derës tonë ose brenda apartamentit të cilit. Ndoshta në kulturën tonë, po në pa kulturën tonë.
Nuk desha ta them absolutisht. Ju keni gjuhë të moderuar, profesor, po sidoqoftë duhet ulëritur, jo borditur. Vërtet, sot është koha për të ulëritur, për të ndërgjegjësuar. Ne sot në departament presim një grup nxënësish të shkollave të mesme bashkë me studentët për të sensibilizuar në mbrojtjen e mjedisit. Ne jemi një departament i cili përkushtohemi dhe mirë presim studentët dhe studentët duhet ta përqafojnë dhe të vinë të studiojnë në mjedis për të kontribuar në mbrojtjen e natyrës, për mbrojtjen e shëndetit. Në fakt, mbrojtja e mjedisit nuk është çështje abstrakte. Po shkretë ma. Mbrojtja e mjedisit është çështje mbrojtjes së shëndetit njeriut. Kur ne themi ndotje mjedisi, nuk është term abstrakt. Ndotje mjedisi do të thotë që neve impaktohemi si shoqëri, impaktohet shëndeti jonë. Ne themi kemi ndotje vetëm atëherë kur impaktohet shëndeti njeriut. Pra gjithmonë ne lidhim me shëndetin e njeriut. Dhe kjo duhet kuptuar qartë. Duhet kuptojnë njerëzit që s'po ja bëjnë vetes, po ja bëjnë fëmijëve vet. Nuk është në abstrakt. Pikërisht për këtë është ajo që në vitin 92 në Rio de Janeiro mbajt ajo që lidhet me zhvillimin e qëndrueshëm. Pra, për herë të parë u vendos koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm që do të thotë që neve çdo iniciativë që marrim sot duhet të mendojmë për brezat e ardhshme, pra duhet të lëmë të paktën në atë nivel siç e kemi gjetur. Pra, qoftë burimet natyrore, pyjet, biodiversitetin, ujin, prodhimet, pra të gjitha këto duhet i lëmë në atë nivel. E pa thënë ky profesor Papa Francesku, domethënë Indieri, që një pemë rritet për të kënaqur tjerët, një lule rritet për të tjerët. Pra, prodhohen portokalle, mandarina, pjeshka për të kënaqur tjerët. Pra, sakrifikohet çdo lloj sendi apo qenie për të tjerët. Kështu edhe njerëzit për të tjerët. Apo ja. Absolutisht, në këtë koncept duhet që neve të investojmë. Pra, një pjesë e fondeve duhet kalojnë në mënyrë të qartë për mbrojtjen e mjedisit. Dhe kjo është thirrje për institucionet të cilat janë përgjegjëse për këtë. Pra ne nëse shohim vendet e Bashkimit Evropian të cilat kanë një progres në këtë fushë. Pra kur ju pyet pak më parë që ka progres pikërisht institucionet bashkimore janë Shtetet Bashkuara Amerikane, Kanada kanë investuar në këtë drejtim. Pra për këtë zhvillim të qëndrueshëm në cilën lidhet me mbrojtjen e mjedisit të sotëm dhe për të garantuar të ardhmen e sigurt atyre që do të vinë pas nesh. Unë falenderoj shumë i dashur profesor dhe shpresoj shumë që kjo të jetë një thirrje, ndonse domethënë shpresë madhe nuk kam, me thënë drejtën, por që po të bëheni bashkë ju, sidomos ju, pedagogët, profesorët. Kjo është mos e vërtetë dhe pas jush studentët dhe pas studentëve, prindërit e tyre. Dhe unë në këtë ditë u bëjnë thirrje të gjithëve, në radhë parë u bëjnë thirrje studentëve të tanë, u bëjnë thirrje nxënësve të vinë të studiojnë për inxhinierinë mjedise, u bëjnë thirrje institucioneve që të kthejnë kokën ndaj mjedisit, për të mbrojtur mjedisin, mos ta shohin si diçka abstrakte, po ta shikojnë si investim i cili kthehet në mirëqenie, kthehet në shëndetin e njeriut. Ne mbrojmë mjedisin për të mbrojtur shëndetin e njeriut. Profesor, shumë falenderoj shumë dhe shumë të falja të gjithë mësuesve dhe pedagogëve në shkollën ku ju jeni, në universitet dhe njëkohësisht studentëve. Faleminderit dhe faleminderit për mundësinë që më dhatë për të shkuar në këtë ditë. Faleminderit. Rrofshi erdhe. Falenderoj shumë. Okej, ora e kaluara, pa 20 vajti mirë. Atëre, të dashur miq, më dëgjoni, ju lutem me vëmendje. Okej, mirë, në rregull. Ora është pak 14, jemi urgjent me Albanën. Albana, përshëndetje përsëri. Më dëgjon, Zemra? Po, tani të dëgjoj. Okej, Hami. Ku je tani? Tani ndodhemi tek Qiri Kodra. Çka ka aty? Kemi një surprizë për Najadën, e cila sot feston 1 vjetorin e vajzës së saj. Është bërë, po mirë shumë. Çka ka jemi Zemra? Në katin e parë. Mi kat parë. Jemi këtu te dera. Pse thua ti që kemi afër? Mrekulli fare. Okej. Ndërkohë, të dashur miq, më të kujtoj që 069 40 41 005 është numri në cilin mund të shkruani për një surprizë. Kujt doni t'i bëjmë surprizë nesër, pas nesër, s'ka rëndësi fare. Dhuratat sigurisht i kemi ne. Ju vetëm kujtoni
kë person keni kopa e parë. Kush ka një sebeb, data 23 nesër. Po dhe kush nuk ka, s'ka rëndësi fare, nuk është e thonë të ketë se s'bën ditëlindjen, ose në gjë. S'ka rëndësi fare kjo, thjesht na shkruani ose edhe mund të merrni në telefon në 069 40 21 005. Ora është pa 13 minuta, okej. U trema ja. A mund ta klasë pak më shumë? Okej. Ashtu dhe? Ja, 1 minutë sa vina jada. Mos kemi zgjuar. Qa kishte gocë kishte? Thënë se jo, po gocë. Imagjinoj e shketa, se do të këto nënat që me zi e vë në gjumë, tak, vire Elbara i bje drejt e zjarë. Edhe kjo mund të ndodhë. Ndërko, sa të bëhet gati ajo, se kështë di si është e shketa. Në këto orë, pak të sikletshme. Këtë sikletë kanë kush ka provuar të ketë shmi që është 1 vjeç. Ja valla ta vësh të gjumë pastaj, se nuk e zë për qamet. Dhe sikur ta bën për natë nga njëherë. Mirë, pra po thoja për numrin 069 40 21 005. Numër e dedikuar vetëm për surprizat. Ka në një zhurmë aty? Jo. Ajo do t'ite jema, se Vjera, në siguri? Po, përse se Vjera. Vjera, Ja do presim pak, s'kemi qa bëjnë. Ja, s'ta kështë marrë më nëjë. Shiko, bëjmë dhe një gjë tjetër neve që e lëma këty dhe... Po. Edhe ato e bëjnë. Oke. Ndërko, kush ja bën dhuratën, prit, ta pyes pak. Telefonata, mirëmëngjesi? Mirëmëngjes, Aldo. Mirëmëngjes, kush jeni juve? Juve jeni... Unë jam nëna. Jema. Nga vajza, po. Ja do e presin, se kanë haberin ta transmetimit televiziv. Po, faleminderit Aldo, më falë që... Jo, më s'është në gjëme, jo, s'është problem. Doja t'ja bëja ndryshe këtë urim, se një vajzë kam vetëm, aja da është mësuese piano dhe një gocë kam. Një gocë ka, si kam një gocë ami? Po, Gala. Ja, doli. Nga do më një show për që. Më në të kukjen, po. Mirëmëngjes. Edhe 100 gocës. Faleminderit, 100 ka goca, se nuk e bëj mirë. Edhe 100 gocës, edhe është e vogël e si kupton as dhurata, as gjëra, por nejse. Do e ketë... Kush e kanë të surprizë? Ta dishti nga kush e ke, do të shkojnë mendja po në botë. Po jam kurioze në fakt. Do thuash çu kujtua me mua, mas kaq viteve, mas kaq shu. Ajo s'moroj kur linda, jo më tani kujtu mas i viti, etjere. Së shkon mendja. Moj, ti çfarë zanati ke? Urdo? Çfarë zanati ke? Me çfarë merresh? Unë jam mësuese. Mësuese piano e po. Zysh piano. Okej. Ja tek është, ai që ka bërë gishtat. Urdhra, folje. Naja da. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Gjala të bëhet 100 vjeçe. Faleminderit. Të ketë jetë të gjatë e me shëndet. Të jetë e lumtur, të gëzojë, të fesoj sa më shumë me ju. A mi se njofte? Kush është? Kush është tot? Nëna donte që këtë përvjetor të parë të ditëlindjes sa uronte ndryshe, në këtë orë që ajo ka lindur. Është jo të mo. Dhe prandaj mendova që kur ka më bukur, një urim nga nëna Jani dhe nga një televizion si televizioni Klan. Që të jetë urimi parë, që ajo të ketë kujtim. Nëna ju uron shëndet, fatë dhe jetë gjatë. Sa ajo është dielli, drita, ylberi nënës. Nuk po ndalloja prandaj. Ato, u falenderoj shumë dhe ju për emisionin. Ne atë punë kemi se mos kemi. Të lutem, ne atë punë kemi se mos kemi në punë tjetër. Emi ti, ja urdhëro mamaja. Faleminderit. Lutem, zemra. Shëndet, mbarësi dhe urrit e lumtur dhe e bekuar. Faleminderit shumë surprizë e bukur. Edhe ju punë të mbarë në vërtim të emisionit. Edhe ti më mësi sa më të le, sepse kja 2 vite i këtë vështira, kështu që... Po, më tojë, në vitet e para, pas të më tojë. Jo, t'i gjo se qashe kur që është të zanë, ja urdhëro tani. Jo, mirë.
Mirë, motra. Shëndet e mbarësi. Mirë, dhe me këtë surprizë, unë kam përshtypjen sa është ora. Ora është e 5:01, po mirë në rregull jemi. Mirë, shumë mirë. E bie të mbyllim programin dhe për ditën e sotme, duke ju uruar gjithëve shëndet, mbarësi dhe kalofshi një të martë sa më të qetë, sa më të ëmbël. Tung nesër në 7 pa një minutë.